Mirëmëngjesi edhe mirë se vini një tjetër video timen. Unë jam zyrtarisht e sëmur me grip, nuk e kuptoj pse. Mirë po jam e sëmur. Dje kam qënë, dje që ishte hënë edhe nuk postova, mirë po do ta postoj sot videon. Kam qënë shumë pa qef, kisha një dhimbje koke shumë të madhe, edhe isha shumë e bllokuar të kjo pjesa këtu. Por ditë e re sot, kismet i ri. Në orën 10 neve duhet të çojmë Evanin në kopësht. Yes, Evani fillon kopshtin, çerdhen, këtu quhet nursery, juve quajeni si të doni. Evani do filloj nurseryn javën tjetër dhe sot dhe nesër ka settling sessions. I kemi lënë në orën 10, shqyqyr zotit, se mua më thanë që në orën 9, mirë po ja ku është ora 9 dhe ne vim kështu në ajër. Edhe sot do ri vetëm një orë. Kemi qenë një ditë që ishim të dy bashk, në fakt të tre, bashkë me Biancën, edhe sot do shkoj të ri një orë, dhe atë një orë që ne vemi pushim. Në fakt në shtëpi ne kemi shumë ngjitur shumë afër kopshtit, diku te 4-5 minuta në këmbë. Do shkoj me Biancën te charity shop, se po ashtu kam dhe atë charity shop, edhe ndërkohë që pse të vinë në shtëpi etj. Një gjë të shëmtuar që ka ky kopshti që do çoj Evanin, është që ti nuk mund ta lësh karrocën atje. Unë isha mësuar në Londër që e lija karrocën atje dhe e mbyllja. Domethënë e merja karrocën, domethënë merja karrocën nga shedi që kishin atë dhe pastaj shkoja dhe kthehesha në shtëpi. Mirë po këta këtu nuk kanë vend për të mbajtur karrocën dhe i do i kem çik problem. Problemi tjetër është që karroca e madhe ka ngelur që nga i diela tek makina edhe Mari nuk u kujtua ta nxirrte të hënën. U kujtova unë, për ishte ora 11 e ca e natës, edhe sa dilte jashtë, merrte karrocën, bla bla bla, thash mos e merr fare. Sot do të çojmë Evanin në kopësht me karrocën e vogël, që është karrocë vere. Nuk e di si do jetë, sepse është pak, si ta them unë, është karrocë verore, është karrocë që nuk shtrihet edhe nuk është fix për moshën e Evanit, mirë po është okej. Është okej, do t'i vëmë ushamane shiut i sipër sepse është freskët këtej. Ka filluar i ftohti. Ishim 22 gradë, sepse shkoj kaq ftohtë nuk e kuptoj. Unë vdes për këtë pamjen e këtij që sapo është zgjuar. Hej popujs. Hey. No, mommy, that is for Evan, mommy, until we receive his bag, okay? You want to show Evan's bag now? Okay. Ja, shumë kam porositur, shkuam tek Primarku për të bler një çantë për Evanin, mirë po çanta që morëm, më falni, ose më saktë, çantat ishin nga 12 pound dhe nuk më pëlqyen fare, se ishin shumë të mëdhaja. Unë tani nuk e dua çantë shkollë, unë e dua çantë për kopësh që të vësh ca bebelina, të vësh ca ndresa, kaq. Edhe nejse, si përfundim, kushtu vëq, që shupi mamit vetë. Se bukëti mule. Edhe po shikon të Mario në internet, në Amazon, edhe tha, Vera, tha, kam gjetur këtë këtu, tha, edhe marim këtë. Okej, tha, shumë në rregull, kështu që kemi porositur, mirë po duke qenë se do e bëj me emrin e Evanit, mua s'më pëlqen faktikisht që t'jenë çantat me emrin e fëmijës, mirë po Maria si pëlqeu. Pastaj Evani është aq i vogël sa do jetë gjithkohën me neve, nuk do jetë i pashoqëruar, sepse kur është i pashoqëruar, çfarë ndodh që njerëzit i thrasin në emër edhe fëmia kujton se është diçka familjare. Ama mami, çoje kokën të tukes. Çoje more kokën. Hopa. Stand. Ha, more. Edhe kështu, tani Evani do e çojmë kështu siç është, do e veshim një xhup. Pastaj do e vëmë në karrocë. Para se të ndodhi kjo, do t'i jap çik ushqim për të ngrënë. Qumësht ka pirë në mëngjes, do t'i japim dhe para se të dalim çik qumësht. Edhe kaq, ky do qaj aq shumë. Nëse jam shumë e mërzitur me të drejtën. Kjo pjesa e kopshtit që fillojnë fëmijët kopësht, besoj se është më ndryshe me Evan, sepse nuk do rri si Bianca në kopësht.
do rri më pak edhe besoj se është ndryshe me Evan sepse është dhe fëmija ime të dytë. Me Biancën e ka përjetuar keq Bianca, e ka përjetuar shumë keq edhe unë. Edhe atë vit që Bianca u fut në kopësht, do më thënë një vit mbas lejes lindjes, unë fillova të merja shumë pesh, sepse e përjetoja shumë keq stresin. Edhe a haja, unë nuk di gjë, do më thënë, po të besësh më të haja, po normalisht që haja, se ndryshe s'ka se si ta kumuloheshe. Nejse, t'i bëjmë qik mëgjesin bubushit, edhe pastaj nisemi. Tani thash t'i bëj një këshu për herë të parë të kjo karroca, Evan e shumë i vogël për këte, po më mirë këtë se të ta mbaja në krasët. Come on, mommy. I'm missing Evan because I left him in the nursery. Po, kam karrocën me vete, edhe më thot Bianca, you're missing Evan, është shumë emotive, djali nuk qau fare, po okej, është vizita parë, do rri një orë. Ai do filloj të qenë pas 2-3 javësh. Kështu e ka. E kanë zakonisht fëmijët, nejse. Se fillim mendon se është thjesht lojë. Yes, mommy, we're going to the toy shop. Edhe erdhëm, se që do blejmë aty se di unë, po hajtë më. Bianca, you want to take off your jacket, mommy? Hajde. Vej këtu. Bravo, hajde, go. Hajde. Është Batmani, shikojnë qik hapet. Hapet, kjo është 20 pound. Po besoj se është një vlerë kaq fantastike. Kjo është Batman, yes, mami. Ja vlen aq shumë. Ja vlen aq shumë për 20 pound. Nejse. We're not gonna buy Batman, mami. Po është super worth it. £3 edhe është s'kam kujtja jap £3 gjendje vërtet mirë. Bianca si mora këtë për Batmanin është 19 vjeç, po dhe rinë qik i madh, po s'ka gale. Let me see his googly eyes, mommy. Show me his eyes, mommy. You're blocking it. Oh, it's so funny. Edhe ka marrë dhe, o zot, unë jam keq me gripin, ka marrë dhe këtë gjën për Evanin. Edhe se do ja bëjmë pastaj që neve do shkojmë të marrim Evanin dhe ku do i lëm gjitha këto nuk e di. Po do shkojmë marrim ato dhe pastaj vi marr këto, pasi të bëj pagesën. Ky se di qa është, Spider-Man i vogël i bie. Happy birthday, my mommy. Whose birthday it is, mama? Huh, mama? It's Isabella. Hi, Isabella. Isabella is colourful dress. Yeah. Isabella has a colourful hair. Oh, that's why you were saying happy birthday, se vura të gjën kokë. Ha, me mami hec. Jam, ka marrë Bianca karrocën dhe thot tash jam mami, ti je my sweetheart, jam goca unë. Come on, we're gonna go and fetch baby Evan. Hajde I ke marrim baby Evan. This way, mommy. Turn. Day at the nursery. Hope so. Great day, great hour, mami. Bleva I shumë gjëra, mirë, po I lash këtu tek charity shop, 13 pound, dhe ja u tregoj në shtëpi. I lash tu që të marr Evanin dhe pastaj të kthehem, të marr edhe pakun dhe t'ikin në shtëpi, mos ta mbaj nga të gjitha anët, se është dhe goxha e madhe ajo, dhe kjo karroca e vogël nuk është se të ndihmon aq. Nuk është aq e rehatshme se Evani është shumë I lehtë. Dhe kjo është për mosha më të mëdhaja. Evanin e gjete duke qarë, qisej 50 minuta, nuk e lash fiks një orë. Nesër e ka 2 orë për të ndënjur, edhe absolutisht që nuk është daq e lehtë. Mirë po, do mundohemi dhe shpresoj që të mësohet shpejt. Tani, këtu tregoj që çfarë mora tek charity shop, në minit Evan, është kjo gjëja këtu dhe ka dhe këtë këtu. Më pëlqeu se nuk është shumë e madhe, është e voçkull, edhe ka dhe këto që luan kështu, ka dhe kështu që fut këto format këtu, është prej druri, edhe momentin që ti nuk e do not hop on, mami, të lutem Bianca, Bianca, mami, të lutem. Dhe kur ti nuk e do, e vë kështu brenda, it's okay. E vë kështu brenda edhe e mbyll kështu. Dhe për momentin, Evani po luan me këtë. Gjeta këtë kostumin, I cili është 2 vjeç, që unë besoj që nga shtatori e mbrapa mund, jo shtatori, jo.
2-3 vjeç, bie nga janari mbrapa mund ta veshi. Po që ishte shumë i trash edhe i plot dhe ishte vetëm 1.5 pound. Kështu që thash pse jo. Pse jo. Edhe ka dhe këtë dinozaurin e mërzitshëm, nga ishte kjo që nuk e pashun. Dune Stores. Nuk e di. Nejse. Këtë mora Evanit 1 pound e gjysëm. Ky charity shop që kemi afër neve për fëmijën është vërtet më i miri charity shop që unë kam parë në përputhje me çmimet. Bianca si mora këtë që është 19 vjeç, e Batmanit, është gruaja e Batmanit i bie, edhe është okay, mendova që mund ta veshi për Halloween. Bianca si rin çike madhe, po gjithsesi mund t'i ri i gjatë, edhe i gjerë çik, po jo se ka ndonjë problem. Mund ta veshi për Halloween. Ky ishte 3 pound e gjysëm nëse nuk gaboj. Yes, 3 pound e gjysëm. Edhe duke menduar që ti këto në sezonin e nga shtatori e mbrapa që është për Halloween, këto ti merr nëse e blen dyqan e blen diku te 20-shi. Dhe unë i kam bler Biancës dhe ja kam bler te 20-shi, ka dhe këtë pelerinën këtu të ngjitur. Unë ja kam bler Biancës dhe ja kam bler te 20-shi, mirë po Biancës i pëlqeu edhe thash, okay, fundja fundit mund ta vesh ndonjëherë edhe për qef. Edhe fundja fundit ishte vetëm 3 pound e gjysëm. Evanit i ka marrë këtë bluzën, ishte 50 pence, kjo është tek sektori i gocave, mirë po ati thjesht i duhen ca bluze për momentin, dhe duke qenë se do shkojnë në Kopësht, do ketë shumë dresa. Edhe me thënë drejtën unë në Kopësht të çoj të veshur në mënyrë shumë bazike, tuta sa më të rehatshme edhe bluze të tilla të thjeshta, nuk më interesojnë fare që janë vajzash apo djemsh, edhe Bianca kam bërë të njëjtën gjë. Bianca, can you allow Evanin, mami? Remove your feet from the door, të lutem. Tek rrethoja që kam unë, në vend që të futet Evani dhe të luaj aty brenda, do luaj Bianca. I bleva Biancës këtë. Edhe kjo ishte 1 pound e ca. Bianca gjithmonë ka pasur një si këto, edhe janë shumë të nxehta, edhe i tregojnë shumë, që janë në Market Spencer, shikoj nuk e kisha parë fare. Është 67 vjeç, edhe pse është 67, kësa mund të shkoj edhe kur bëhet 8 vjeçe, sepse kjo thjesht e fut kështu dhe e mban të hapur. Evan, ha mo mami. Slowly mo mami. Morëm këtë drillin, që kjo nuk ka nevojë për bateri dhe prandaj më pëlqeu shumë. Edhe ka këtë që e bën nga njëra anë ose nga ana tjetër. Nejse, kjo ishte 70 pence. Besoj se ishte e lezetshme dhe mjafton që ha mo mami. Qa po bën Bianca? Qa po bën Bianca? Pse ta ka zënë vendin ty Bianca? Ha? Pse ta ka zënë vendin? Ta ka zënë Bianca vendin ty. O zot, qave shumë ti mami? Evan. Shapkat e mia të poshtë. Evan! Evan! Hape derën, mame, a do futesh brenda po jo? Upsi, well done, Evan. Unë mbajte shumë mirë, mami, bravo. Bravo! Hej, qa bën ti? Kudo do kem gjëra. Të varsja këtu. Një edhe një bëjnë. Ka kështu? Po, jo, s'ka, ka. Dan. Kjo është vën. Jo, and start. Jo, 60 gradë. Ja, qa bëjnë kalamajt e mi.
Në 100 herë rregullojnë ditë këtë, 100 herë bëhet kështu. S'di ç'të bëjmë. Unë në televizor po dëgjoj një podcast, sepse Evani është mësuar të flej pak me zhurmë ditën dhe natën flej më i qetë. Tani që ai është në gjumë, do pastroj zonën e tij edhe më pas gjithë pjesën tjetër, varet sa kohë do më lërë. Kështu që vazhdojmë. Të paktën këtë vendin e Evanit siç e pastrova me avull me gjitha, pash edhe atë tek ajo e verdha Ottoman stull quhet ai, tani unë nuk di sa them, por pash edhe tek ajo e verdha dhe i sistemova ca gjëra, hodha ca rroba dhe ca gjëra që për shembull Bianca zbret poshtë me pijame, unë ja palos pijamat jala aty dhe pastaj shkon merr në rrobe tjetër lart. Ose në një gjë e tillë, për shembull për Evanin lë ndonjë rrobë shtes, në rast se bëhet pis që ta ndroj shpejt e shpejt, mos ta lë këtu vetëm dhe të ngjitem lart etj etj. Kështu që jesa ai na hyn punë shumë. Këtë të Evanit e kam larë, e kam pasur e kam bërë në xham, edhe pjesën pas divanit e kam larë. Kështu që e vetmja gjë është që do bëj me avull këtë pjesën këtu që të shtroj dhe tapetin tjetër. Por na u zgjua trimi, kështu që ndorim çik me trimin, që të qetësohet. Ky i qetë është, po të mos të vazhdoj qetësinë, le themi, trimi. Dhe pastaj do mbarojmë këto. Kur të mbarojmë këto pastaj, do fillojmë me kuzhinën. Ushimin të paktën e kam gati, kështu që jej. Lëmsin e të kemi ushqimin gati. Lëmsin e të kemi ushqimin gati. Një varse makpute, këtë do e heqësh dorën. Ha? Makpute një varse, ça do ma? Do t'i këpusësh të gjitha? Se edhe Bianca të gjitha mi ka këputur, të gjitha. Nejse. Hajde.
conozco, hoy se puso un poco más y así de lejos me suena. Salgamos la noche que daño mi mente. Significa que porque no te Very hot, mami. recuerdo, pero eso no, pero tu cara me suena de dilema. Para pedir perdón, por eso sigo amando. Parece que seas fiel y tampoco tú. You know why this is helpful, mommy? Huh? Why? And this kills all the germs, mommy. Po ikim te kopshti. E kam vënë Evanin kështu, sepse do heq pastaj kangurin, edhe ta marr me vete edhe dalin. Hajde mami, kalojmë rrugën. Përshtypje e parë, Evanin sa e lash, filloi të shante normalisht, se sot e dinte çfarë do bënte, ku do shkonte. Evan is done. Yes, What mommy. are we gonna do? Are we gonna go and have a coffee, me and you? Yes. Okay, let's go. Hajde. Unë me Biancën do ikim pim një kafe. Do shohim një dhuratë për shoqen e saj. Edhe kaq. Edhe ça thash, ja këto thash. I have chicken pox. Oh, mommy, you don't have any more chicken pox. It's all gone now. I don't have chicken pox. I don't. Don't go that close to my mouth. Ha, more, qa do thuas? Do thuas që u mërzite sa të shumë? Ciao pak, kështu më thanë. Mirë po, edhe dita e dytë mbaroi. Tani, javës tjetër fillon. E po, siç kam thënë, ose ashtu, siç e mendoj, nuk do e lë të rri gjatë gjithë kohës atje, sepse dua që të mësohet gradualisht. Ha, mële. How on earth? Can you go and clean your hands, mami, të lutem? Okay. Bravo. How on earth? Hey, go and clean your hands, të lutem, shpejt. Edhe Evani nuk ishte qënda e keq, e gjeta në gjumë, edhe tani do ikim të rinë bask.